E pra të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish të sonte në kanalin në Monitor TV për të folur për Heidi Bacin. Heidi Baci, një personazh tepër i klikuar, një vajzë shumë e ndjekur, por edhe tepër e gjurmuar në rrjetet sociale për të kuptuar për marrëdhënien e saj, për dashurinë e saj, për emocionet e saj me Romeo Veshaj. Një dashuri që edhe kjo, si disa të tjerat, lindi brënda shtëpisë së Big Brotherit, lindi brënda atyre mureve që na dhuroi emocion, na dhuroi dashuri, na dhuroi pozitivitet. Heidi Baci nuk fliste shumë për jetën e saj, nuk është se pranonte shumë intervista për të treguar gjithçka nga vetja. Pati një sezon të jashtëzakonshme vitin e kaluar me këndin apo e përfshirë në këndin e moderatores në Fan Club Big Brother, do me thënë e tregoi veten që Egli është ideale për atë pjesën, por, më falni Heidi, por nuk arritëm do me thënë të kuptojmë për marrëdhënien e saj me Romeon. Betëm tek një poezi që Heidi Baci e tregoi në goca dhe gram. Pas me njëherë pas përfundimit të Fan Club Big Brother, dolën disa fotografi dhe disa storje që Heidi dhe Romeo ishin të dy në të njëjtin ambient, qëndronin të dy në të njëjtin lokal, argëtoheshin të dy, por larg njëri tjetrit, dhe me njëherë filluan hamencimet që ish çifti edhe mund të jetë bashk, edhe mund ta bëjnë për klikime, apo thjesht kanë përzgjedhur që marrëdhënien e tyre ta mbajnë të fshehur. Edhe pse un kam qenë të jem koherent, domethënë atë që e kam thënë, un gjithmonë kam qenë pak i bindur që të jesh fytyrë publike dhe të jesh në klikimet që ka Heidi dhe Romeo, nuk ka shanca të mbash të fshehur marrëdhënien e tyre. Më pas lindën ca thashetheme të tjera që Elvana Gjata është arsyeja që Heidi dhe Romeo janë ndarë, sepse mund të ketë diçka mes Elvanës edhe Romeos. Do me thënë edhe kjo ishte krejtësisht një lajm që ra krejt në tokë, sepse mes Romeos edhe Elvanës nuk ka asnjë gjë. Elvana e ka thënë edhe publikisht, Romeo ka thënë edhe publikisht që ka një marrëdhënie jashtëzakonisht të bukur mes njëri tjetrit, por në intervistën e fundit në Shqipëria Live, Heidi Baci foli më në fund, por nuk e tregoi arsyen pse është ndarë me Romeon, nuk foli për marrëdhënien me Romeon, edhe pse ishte një marrëdhënie që u ndërtua publikisht, nuk foli për rrugtimin me të, por ajo foli për dashurinë e bukur, të madhe, të mrekullueshme që tashmë ka marrë në jetën e saj. Do me thënë, duke u zhgënjyer nga djali shqiptar, që siç duket Heidin e paska thyer pa fund në shpirt Romeo Veshaj, i cili nuk ka folur për këtë marrëdhënien, do me thënë edhe nuk vazhdon të flet fare, Heidi Baci ja ka besuar zemrën e saj një djalit në Itali. Dhe siç duket, ky djali është shumë romantik, është shumë pozitiv, ka shumë energji të mirë, sepse Heidi e mban non-stop në dhurata, në surpriza, me trëndafila, me gjëra shumë të bukura që në fakt Heidi Baci t'i japin një emocion të papar dhe një dashuri të papar. Dua të marr mendimin tuaj. Çfarë ishte arsyeja sipas jush që Heidi vendosi të mbyllë të gjithë kapitullin në Shqipëri, edhe pse iku në Itali, u kthye përsëri në Shqipëri, do me thënë vazhdoi rrugtimin e saj në Shqipëri, u largua nga goca dhe gra për të ndjekur një ëndër dhe përsëri ishte pranë televizionit Top Channel, që tani më nuk e besoj që Heidi do të jetë pranë televizionit Top Channel për të ndjekur ëndrat e saj, por çfarë e bëri Heidi që Heidi të rikthehet fuqishëm në Itali dhe të gjej dashurinë me një djalë italian?